Situata e dëmtimit të Neymar po shkakton shqetësim serioz te kombëtarja e Brazilit. Ditën e sotme Brazili ka konfirmuar zyrtarisht se Neymar ka pësuar një dëmtim të shkallës së dytë në pul. Ai do të mungojë për 2 deri në 3 javë dhe do të humbasë kështu 2 ndeshje miqësore dhe mbi të gjitha ndeshjen e parë të botërorit kundër Marokut. Nëse Neymar nuk rikuperohet para datës 12 qershor, Brazili do ta lërë jashtë ekipit. Para se të vazhdojmë me temat e tjera, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Barcelona ka zyrtarizuar transferimin e Anthony Gordon për 70 milionë euro plus bonuse nga Newcastle. Ditën e sotme janë kryer dhe testet mjekësore ku Gordon i kaloi me sukses. Por katalanasit nuk do ndalen këtu. Ata do të bëjnë një ofertë zyrtare prej 100 milionë euro për Alvarez në ditën e vijim. Marrëveshja personale me Argjentinasin është arritur dhe synohet që transferimi të kryhet para Kupës së Botës. Ndërkohë ditën e sotme është publikuar dhe lista e kombëtarëve son për ndeshjet miqësore të qershorit. Kjo është dhe lista e parë e lojtarëve të thirrur nga trajneri i ri Roland Maran, ku konfirmohet e gjithë garda e vjetër. Risitë vetme në skuadër janë Luis Sasa dhe Pano Circo, ndërsa rikthehet edhe Shpendi. Lajmi i keq është se Ernest Muçi nuk është thirrur për shkak të një dëmtimi. Lojtari e konfirmoi lajmin me një story në Instagram. Ndërkohë ditën e sotme janë zhvilluar bisedime të reja mes Napolit dhe Massimiliano Allegri. Tekniku italian ka konfirmuar gatishmërinë e tij për t'u bashkuar napoletanëve dhe është gati të firmosë një kontratë 2 vjeçare. Ndërkohë në veri të Italisë, Interi po përgatitet të bëjë një ofertë për mbrojtësin e Juventus Bremer. Braziliani ka një klauzul prej 58 milionë euro, por për shkak se Juventus nuk u kualifikuar në Champions League, klubi mund ta shes për një çmim më të ulët. Dhe për ta mbyllur kemi një lajm që po bën xhiron e rrjetit, statuja e gjigante 21 metër e Mesit në Indi do të zhvendoset me urgjencë në një vend më të sigurt. Statuja është konsideruar e rrezikshme për jetën e qytetarëve pas lëkundjeve nga era. Kaq ishte për ditën e sotme, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.